Dhe dashur miq, jemi rikthyer tani për të vazhduar edhe më tej edhe me një linje të drejtë për drejtë ku kolega jon Abi Beçairi do zhvillojë një bisedë me specialistin pulmolog Zekiria Shahini, i cili ditë më parë bëri thirrje për kontrole të rregullta për kancerin e mushkërive, sepse numri ka filluar tejskajshëm të rritet në klinikën e pulmologjisë dhe siç e quan ai është gjendje alarmante. E shohim tani se çfarë do na thotë doktori dhe si është gjendja aktuale në klinikën e pulmologjisë. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi Abibe për ty. Mirëmëngjes Aida, kanceri mushkërive mbetet një nga sëmundjet me shkallën më të lartë të vdekshmërive në botë. Pulmologu Zekiria Shahini ngriti alarmin duke bërë apel që në vend të bëhet një screening më i gjerë për grup moshat më të rrezikuar. Për të na sqaruar më shumë se si është gjendja momentale dhe sa serioze është, kam kënaqësinë të kem këtu pranë meje pulmologun Zekiria Shahini. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjesit, faleminderit edhe për juve. Mirëmëngjesë për gjithë teleshikuesit tuaj. Pasi që thatë ju paraprakisht e ngritëm alarmin nëpërmes një statusi të thjeshtë në Facebook për një sëmundje e cila fatkeqësisht po na merr shumë jetë njerëzish dhe mesatarja e moshës së pacientëve fatkeqësisht është shumë e re, janë pacientë mbi moshën 25 vjeçare deri në moshën 60 vjeçare që numri edhe rritja e pacientëve me kancer të mushkërive është alarmante. Apo diagnostifikohen pacientët në faza të hershme, apo zakonisht ju drejtojnë mjekut kur sëmundja vetëm se ka avancuar më? Fatkeqësisht për atë edhe ngritëm alarmin, domethënë se pacientët kur vinë te ne janë në fazë terciare, janë në fazë shumë të avancuar dhe shansat për shërim janë shumë të pakta. Për atë edhe ngrit alarmin që të bëhet një screening, domethënë që të shihen pacientët të zbulohen që në fazën e hershme atëherë kur shanset janë shumë të mëdha për të shëruar nga kanceri i mushkërive. Po, cilat grup mosha po preken më shumë dhe apo shihen raste edhe tek personat më të rinj? Në periudhën më pashme flasim për një periudhë 10 vjeçare më parë, domethënë numri i pacientëve ishte mosha e shtrirë, domethënë ishte mbi moshën 65 vjeçar deri në moshën 75 vjeçare ishte numri më shumë. Kurse fatkeqësisht tani janë pacientë të cilët preken edhe në moshën e jashtme, por numri nuk është shumë i madh. Por pacientët mbi moshën 50 vjeçare janë ata që po preken më së shumti deri në moshën 60 vjeçare. Është numri shumë i madh aty me pacientëve, për ata edhe besoj që duhet të ndërmerret diçka që të parandalohet kjo sëmundje, e cila fatkeqësisht është në numër shumë të madh. Po cilët janë faktorët kryesorë që po ndikojnë në këtë rritje? Sa ndikon duhani, ndotja e ajrit apo edhe faktorët e tjerë? Besoj se duhani është faktori kryesor që ndikon në kancerin e mushkërive. Pacientët të cilët janë të shtrirë në klinikë dhe pacientët të cilët në rrugëve ambulantore po i diagnostifikohen me kancer të mushkërive. 95% e pacientëve që po diagnostifikohen me kancer të mushkërive janë pacientë duhanpirës. Faktori tjetër padyshim që është ajri i ndotur, domethënë vim pas një periudhe ku ajri gjatë periudhës së dimrit është shumë i ndotur dhe faktikisht ka kaluar një periudhë 6 muajore, domethënë nga janari ose nga dhjetori kur ajri është shumë i ndotur, atëherë vetëm vjen kjo faza që tani kanë kaluar 6 muaj dhe është parë se kanceri është shumë i avancuar, domethënë pas asaj periudhe ku bëhet një imazheri, domethënë bëhet një rentgen dhe pastaj një kompjuter tomografi dhe shihet që pacientët janë me kancer dhe janë në një fazë shumë të avancuar. Po çfarë po bëhet ndoshta për të parandaluar kjo sëmundje? Momentalisht nuk po bëhet asgjë fatkeqësisht, ne si mjek domethënë kështu individualisht, gjithë mjek pulmolog dhe mjekët e kirurgjisë torakale po bëjnë thirrje që kjo të parandalohet, por deri tani askush nuk ka marrë ndonjë hap konkret që të bëhet një screening apo të merret një fushat, domethënë që të paralajmërohen pacientët për një diagnostifikim sa më të hershëm të sëmundjes. Sa i madh është rreziku edhe për duhanpirësit pasi pra për familjarët ose personat që ekspozohen çdo ditë nga tymi i duhanit? Rreziku është i madh, nuk do të thotë se është i madh sikur ata që e pinë duhanin, por domethënë mënyra e marrjes duhanit është domethënë në 3 mënyra. Vendi ai duhanpirësi që e merr direkt, ne që rrim me duhanpirësin domethënë edhe mënyra nga ajo që e thisim domethënë në rrobat tona që kemi mbosur dhe kur i dërgojmë në shtëpi dhe aty domethënë është problematika ajo sepse fëmijët tanë po thithin timin ose nikotinën e duhanit në mënyrë indirekte. Po sido që jetë është e rrezikshme domethënë edhe ne që rrim me duhanpirësit është e rrezikshme. Shumë njerëz ngatrojnë kollën e vazhdueshme me një virozë ose alergji. Kur duhet të shqetësohen dhe kur duhet të kërkohet ndihmë mjekësore?
Pikërisht edhe për këtë domethënë kisha dashur të bëja apel edhe te mjekët familjarë, të cilët janë shumë të zëshëm dhe bëjnë shumë punë të mëdha, po i kisha lutur domethënë që mos të neglizhohet një kohë e cila zgjat më shumë se 10 ditë në javë, domethënë dhe të dërgohen pacientët të paktën të bëhet një rentgen i mushkërive dhe të shihet a ekziston diçka serioze apo jo. Nëse ekziston atëherë të udhëzohen te mjeku terciar ose sekondar, nëse jo mirë që nuk ka, domethënë të vazhdoj të kërkohen shkaktar tjetër, por një rentgen i mushkërive nuk do të thotë se për mjekun dhe për pacientin nuk do të thotë shumë, por për klinicistin domethënë do të thotë shumë sepse nëse zbulohet një karcinom në fazën e hershme, atëherë do të jemi shumë më fitimtar ne, domethënë se do ta zonë shumë në fazë të hershme dhe mjekimi do të jetë shumë më i mirë dhe më i suksesshëm. Fiks, për këtë, domethënë, a mund të zhvillohet kanceri i mushkërive pas simptoma dhe sa të vështirë bën kjo zbulimin e kësaj sëmundje? Ka raste domethënë që pacientët vinë dhe thonë se nuk kam ndjer asgjë, nuk kam koll, nuk kam simptomat se cilat janë të kancerit, por ato janë raste shumë të rralla. Në shumicën e rasteve pacientët ndjejnë lodhje, ndjejnë rënje një peshë, ndjejnë një koll e cila zgjahet më shumë se dia. Po si do të jetë, domethënë te pacientët duar pirës kisha bërë thirrje që të paktën një herë në 3 muaj, por nëse është shumë shpesh në 3 muaj, në 6 muaj të bëjnë një imazhëri, një rentgen të mushkërive dhe të shohim se si është gjendja e tyre. Cilat ndoshta janë simptomat më kryesore? Simptomat më kryesore ato që ja thash, domethënë se kemi një koll të vazhdueshme e cila zgjat më shumë, kemi një plagështi, kemi një rënje në peshë, në raste të rralla kur kapen, kemi edhe dhimbje domethënë të krahërorit ose dhimbje të pjesës shpatullës. Ju keni bërë apel për screening të gjerë. Kush duhet të përfshihet në këtë program dhe a duhet të jenë për të gjithë apo vetëm ato që kanë rrezik më të lartë? Unë kisha menduar se duhet bërë një screening nga Ministria e Shëndetësisë dhe të përfshihen të gjithë pacientët, domethënë që janë mbi moshën 20 vjeçare. Veçanërisht duam pirë që duhet i nështrohen atij screeningu patjetër, po edhe pse edhe pacientët tjerë që janë të mos i nështrohen atij screeningu dhe do të jemi shumë fitimtarë, dhe jam shumë i bindur se pas atij screeningu do të kemi rezultate shumë të mira, domethënë duke pas parasysh se në vendet e Evropës dhe në Amerikë, domethënë screeningu bëhet shumë shpesh dhe domethënë mënyra e zbulimit të karcinomeve të mushkërive shumë e hershme, por ato edhe kemi shumë më pak raste të vdekjeve në Evropë se sa të ne nga kanceri i mushkërive. Sa i përgatitur është sistemi shëndetësor për diagnostikimin dhe trajtimin në kohë të kësaj sëmundje? Mendoj se po flas për klinikën e pulmologjisë ku punoj unë dhe veproj, domethënë klinika e pulmologjisë është shumë e përgatitur pasi këtu kemi rentgenin, kemi kompjuter tomografinë e mushkërive, kemi edhe bronkoskopinë, domethënë e cila bëhet në disa salla, domethënë se brenda ditës bëhet bronkoskopi te më së shumti 15 deri 20 pacientë, domethënë që kjo është një shkallë shumë e lartë dhe nga këtu bëhet diagnostifikimi shumë pacientëve me kancerin e mushkërive. Nuk po flas për institucione tjera, por në klinikën e pulmologjisë është niveli shumë i lartë i diagnostifikimit të pacientëve me kancer të mushkërive. Çfarë pritni konkretisht nga Ministria e Shëndetësisë, cilat janë masat që duhet të ndërmerren sa më shpejt? Thjesht po bëjmë thirrje për një screening, asgjë më shumë domethënë, edhe ajo që kemi thënë çdo herë ku na ka dhënë mundësia domethënë që bëhet kundër merren masa kundër pirjes së duhanit, të cilat fatkeqësisht në ligj po ekzistojnë dhe po merren ligje, po në praktik duhani po pihet gjithandej domethënë në lokale, në hapësira të mbyllura. Besoj që edhe këtu do të ngrihet një fushat domethënë që pacientët të vetëdijsohen për mos pirjen e duhanit. Faleminderit shumë për kohën dhe informatat. Faleminderit edhe juve. Po pra Aida, shpresojmë që ky apel të shërbejë jo vetëm për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve, por edhe si një nxitje për institucionet që të ndërmerrin hapa konkret në drejtim të diagnostifikimit të hershëm të kësaj sëmundje. Po, Abibet, falemderoj gjithashtu ty edhe mjekun I cili ndau kohë nga puna e tij, tani në këtë mëngjes me pacientët dhe u bë pjesë e programit tonë për të na dhënë këto këshilla të nevojshme dhe për këto informacione që tani më duhet t'i di secili nga ne.